Do të flasim pak më tepër për mundësitë e të rinjve, për internshipe të ndryshme. Kemi pasur sot edhe studentë të tjerë në studion e televizionit Alsat, studion e emisionit të mëngjesit, dhe kemi folur pikërisht për një gjë që lidhet edhe me temën e dytë për ditën e sotme, andaj kam shumë kënaqësi që sot të realizoj një bashkëbisedim me Francesca Muçën, të cilën e kam në linjë direkte tani nga rjeti i profesionistëve të ri. Më ndëgjon Francesca, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, si jeni? Shumë kënaqësi të jem sot me ju, pavarësisht se online. Faleminderit shumë që na e bashkangjitur nga Tirana, shumë kënaqësi të të shohim në këtë format ndryshe, se ne të dyja zakonisht takohemi në tjera formate. Po. Si e zgjuar sot Francesca dhe ç'thot Tirana? Mirë, shumë mirë. Faktikisht moti i Tiranës ka filluar, po na zgënjen pak dita ditës. Me sa duket samiti i liderave dhe Brukseli na solli vetëm shion deri më tani. Po ndërkohë ka zhvillime plot dhe me rrjetin e profesionistëve vazhdojmë me plot angazhime çdo ditë. E qartë. Mua më duk pak bosh Tirana në fundjavë, ndoshta ishte kjo pasojë samitit, mirë po i rikthehet shpejt fryma edhe energjia Tiranës. Francesca, në pjesën e parë të emisionit kam pasur disa studentë të cilët kanë marrë pjesë në një hakaton dhe kanë fituar me idenë e tyre për të ndihmuar studentët edhe të rinjt, po jo vetëm, në procesin e intervistimit gjatë punës. Kështu që na u lidhën shumë bukur të dy temat, njëra me tjetrën sot, sepse ju ofroni një program i cili quhet WISE dhe i cili ka për qëllim pikërisht ofrimin e përvojës në fakt, apo marrjes së përvojës nga të rinjt në nivel rajonal. Më trego pak më tepër për çfarë bëhet fjalë. E vërtet që kanë lidhur temat në mënyrë perfekte me njëra tjetrën, pasi edhe programi jon, po dhe një ndër fushat programatike më të rëndësishme të punës së rrjetit të profesionistëve të ri, është pikërisht lehtësimi i tranzicionit nga edukimi në vendin e punës, pra që të rinjt të kenë një mundësi më të mirë për të qenë pjesë e tregut punës në një formë më të lehtë, pra pa shumë vështirësi, dhe neve i facilitojmë duke i mësuar aftësi të ndryshme të cilat duhen për të qenë pjesë e tregut të punës, por edhe duke i dhënë eksperienca konkrete, si mundësi udhtimi, konferenca, trajnimesh, por edhe mundësi praktika punësh, siç është në rastin e WISE, Western Balkans Internship Scheme for Empowerment, WISE akronimi, pasi ne mendojmë që çdo njeri duhet të jetë, ose çdo i ri i Ballkanit Perëndimor duhet të jetë mjaftueshëm i zgjuar për të besuar në bashkëpunimin rajonal, për të lënë pas narrativat e të shkuarës dhe për të besuar në paqen për Ballkanin tonë perëndimor. Dhe pikërisht ky program synon që t'i jap mundësinë 3 mujore të rinjve për të punuar dhe jetuar për një periudhë 3 mujore, siç e përmenda, në një nga vendet e tjera të rajonit që nuk është vendi i tij apo e saj e origjinës. Të gjithë kostot dhe çdo gjë tjetër, gjithashtu edhe lidhja me një host entity, si e quajmë neve, apo organizat apo biznes, facilitohet nga rrjeti i profesionistëve të rinj, ashtu sikundërse dhe dhënia e shpenzimeve mujore që këta profesionistë të rinj të kenë mundësi që të jetojnë në vendet përkatëse. Kjo është hera e parë që një program i tillë pilotohet në rajon, pasi ka programe të tilla, po ka programe të tilla që ti mund të shkosh të bësh një periudhë 3 mujore në Gjermani apo në Amerikë, kur për ne duhet jetë më e lehtë udhëtimi dhe aksesimi i mundësive tek fqinjët tanë, sesa me kalu kontinentin. Dhe kjo ka qenë dhe një ndër arsyet kryesore pse ne vendosëm që ta zhvillonim këtë iniciativë, dhe Ministria e Jashtme gjermane na mbështeti dhe na besoi për ta bërë realitet. Deri më tani ka qenë e bukur, sfiduese, padyshim, pasi shikojmë edhe se si gjeneratat nga njëri brez në brezin tjetër ka pritshmëri të ndryshme, apo ka kuptueshmëri të ndryshme se çfarë është mundësia, apo se çfarë pritshmërish kanë ata nga tregu i punës,
dhe ndonjëherë bëj shaka me kolegët e zyrës, millennials dhe Gen Z, si quhen ndryshe. Absolutisht, po. Vërehen qartas ndryshimi i prioriteteve të këtyre dy gjeneratave dhe mënyra se si funksionojnë absolutisht. Dhe kur jemi këtu, Francesc, lidhet pikërisht pyetja ime e dytë me këtë. Ne zakonisht gjeneratën Z e konsiderojmë si gjenerat pak më dembele, në thojza po e them, pak më jo aktive. E ke këtë eksperiencë me ta? Janë të interesuar ata për të bërë internshipe, për të dalë prej komfort zonës së tyre? Kjo është një pyetje e vështirë, Rita. E di, andaj po ta bëj. Faktikisht, interes të lartë sa herë që neve kemi si në rastin e Wise-it, apo si dhe në rastin e mundësive të tjera që ne ofrojmë, pasi si që përmënda, ne gjatë gjithë kohës ofrojmë mundësi të ndryshme, trajnime, konferenca, udhëtime, bursa e tjerë, interes të lartë ka, nuk është se nuk ka. Por çfarë vihet re, është një përdorimi i lartë i AI në aplikime, që unë nuk jam kundër që ne ta përdorim, se fundje fare ne po flasim për një revolucion të ri në botë që po përdoret dhe do përdoret. Po çështja është që duhet përdorur me një farë etike. Pra jo vetëm copy and paste, ta kopjosh pa i bë një filter as pak, po t'japësh edhe inputin tënd. Dhe një vëj re këtë gjë në gjithë aplikimet që neve vlerësojmë. Pra që ka një AI copy-paste apo dhe një mungesë dëshire për të plotësuar ato dokumentat shtesë që mund të kërkojmë neve, si në kuadër të verifikimit që ne i bëjmë individëve. Pra, kërkohet një rrugë më e thjeshtë për ta marrë mundësinë. Dhe e dyta, ndjej, po edhe nga studime të ndryshme apo dhe komunikime që kam me të rinj, mua më duket sikur ka humbur pak ajo grinda e përpjekjes dhe sakrificës për t'i arritur dhe për t'i bërë gjërat. Nuk kam dëshirë që të kthehem, domethënë, se më duket sikur kjo është një histori që përsëritet. Prindërit tanë apo njerëz të tjerë na e thoshin neve, tani ne e themi për një brez tjetër dhe ndoshta edhe ai brezi tjetër do ta thotë për një brez tjetër. Po mua më duket sikur nuk është më ajo dëshira për të pasur shumë përpjekje për t'i arritur gjërat. Pra, mendoj që Gen Z-ja i kërkon gjërat pak më të thjeshta. Kërkon mirëqenien, kërkon balancën në punë dhe në jetë personale, që shumë mirë edhe kjo, nuk po them. Po nga ana tjetër, unë besoj dhe konsideruar dhe rrugtimin tim apo dhe rrugtimin e njerëzve të tjerë, që çdo individ, çdo i ri apo e re, po qytetar i çfarëdo lloj moshe kalon në faza të ndryshme. Ti ke fazën e parë të jetës ku ti duhet të vraposh, duhet të përpiqesh për të marrë 3-4 aftësi, 3-4 njohuri, 3-4 rrjet, network, si e quajmë në ndryshe, për të krijuar kontaktet e tua dhe për të kuptuar se si funksionon bota. Dhe në këtë fazën e parë ti krijon bazën, kuptueshmërinë minimale, për të kaluar më pas në fazat e tjera, ku rriten standardet, rriten mirëqenia, rritet pagesa dhe rriten gjitha me radhë. Ndërkohë tani pritshmëria është që direkte ti të kesh një pag 1.000 euro apo 1.500 euro, që unë nuk besoj se është realiste dhe nuk besoj se ka ndonjë vend të botës që i përgjigjet këtyre pritshmërive, po besoj që kjo ka të bëjë dhe me këtë krizën e vlerave dhe besimeve që ne si shoqëri po hasim, pra që ka humbur pak ajo shtylla, çfarë konsiderohet e drejtë dhe çfarë jo, dhe kuptohet që edhe mediat sociale kanë një rol shumë të madh në këtë drejtim, pasi na bëjnë të mendojmë që të gjithë kanë një jetë super fancy, super të mirë, kur nuk është e vërtet as pak. Tani shpresoj mos jem zgjatur shumë se e kam i cyk për natyrën. Jo, je shumë mirë, fiks ashtu si ne prezantuesit kemi qef. E bëjmë një pyetje dhe pastaj themi lum ne për atë që flet ka ana tjetër.
Nga ana tjetër, Francesc, kjo është një mundësi shumë e mirë edhe për organizatat dhe bizneset që të kenë njerëz të rinj në organizatat e tyre në mënyrë që t'i trajnojnë edhe të krijojnë një kuadër të ri. Cilat kanë qenë sfidat në këtë drejtim, më mirë thënë, dhe sa janë të gatshëm kompanitë të marrin një person për 3 muaj për ta trajnuar, edhe pse nuk kanë asnjë barë financiare, është fjala e duhur. Po barë financiare, ishte fjala e duhur. Faktikisht nga bizneset dhe nga organizatat, unë kam parë një aktivitet apo një dëshirë më të lartë për të qenë pjesë e programit, dhe për t'ju përgjigjur atyre nevojë, domethënë të dyja palët, si të rinjt, si bizneset apo organizatat kanë pasur një interes shumë të lartë për të qenë pjesë e programit. Po thjesht nga ana e të rinjve, ndoshta siç përmenda ka më pak dëshirë ose ka pritshmëri shumë më të larta. Krahasimisht me stadin e arsimit dhe stadin e eksperiencave që ato kanë. Dhe për këtë arsye ekzistojnë programe të tilla që të t'japin mundësi që ti të zhvillosh eksperjencat dhe nga A-ja të kalosh tek B-ja, nga B-ja te C-ja kështu me radhë. Ndërkohë nga ana e organizatave dhe nga ana e bizneseve, përgjithsisht kemi parë një interes të mirë dhe unë besoj që kjo ka të bëjë dhe me trendet migratore që Ballkani Perëndimor ka, që kanë filluar të ndihen kudo dhe mbi gjitha tek krahu i punës si biznesit. Megjithatë ka ngurime, më tepër se ti do mirëpresësh për një periudhë të shkurtër 3 mujore një individ të cilët e ke takuar online, janë bërë ato intervistat online etj, po gjithsesi nuk e di se çfarë të pret. Po predispozita është mjaft pozitive dhe besoj që nëse ky program vazhdon brenda 5 apo 6 viteve, se këto janë edhe impakte apo rezultate që ne nuk i shohim brenda 6 muaj apo brenda 2 muaj, se po investojmë në kapitalin njerëzor të rajonit, po një herazi dhe që bizneset apo organizatat të bëhen më mendje hapur për të pritur të rinj nga rajoni edhe për t'i dhënë atyre një mundësi punësimi. Pra, nuk e se po ndërtojmë një pallat që ti e di që brenda një viti do ta shikoj këtë ndërtesën në lagje, le të themi. Po ndryshimet kulturore dhe sociale marrin shumë më tepër kohë për t'ia parë rezultatin e tyre. Dhe besojmë që brenda 5-6 vitesh edhe bizneset në rajon, qofse deri më tani kostot dhe gjithë të facilitimin, ndërmjetësimin më saktë kemi bërë neve, do jenë ato të cilat do kenë dëshirën për ta bërë dhe për t'i paguar këto kosto të gjitha vetë, ashtu sikundërse ndodh edhe në shtete të tjera, po besoj që rajoni ka dhe një dinamik tjetër të cilët neve duhet ta pranojmë dhe duhet t'jemi të qartë për të, pra nga ana sociale dhe kulturore. Ka një dallim, Francesc, mes shteteve të rajonit, në cilat shtete konkretisht realizohet programi dhe ka një dallim në mënyrën se si funksionojnë, sa të hapur janë, politikat shtetërore, çmimet edhe gjithçka tjetër? Po, programi implementohet në 6 vendet e rajonit, dhe të rinjt e përzgjedhur janë nga të gjitha vendet e rajonit. Jemi përpjekur që të mbajmë barazi midis pjesëmarrësve, si midis gjenisë, si midis çdo komponenti të mundshëm. Kjo për të pas një trajtim të barabartë. Në disa vende kemi pasur pak më shumë vështirësi aksesi, pasi edhe tensionet politike apo çfarë vendi është duke kaluar ndonjëherë ndikojnë. Për shembull në rastin e Serbisë, gjithë protestat dhe gjithë çfarë është duke ndodhur atje, padyshim që ka pasur një reflektim edhe në predispozitën e entiteteve për t'u bashkuar apo jo. Po është më se e kuptueshme se duam apo nuk duam neve, në vende kaq të vogla sa tonat, çfarë ndodh në politikë ndikon edhe të gjithë aspektet e tjera të jetës sociale, kulturore apo ekonomike të vendit. Në Shqipëri për shembull ne patëm zgjedhje dhe ajo paralizoi për një 3 muaj të gjithë veprimtarinë çapo bëhet, pse po bëhet, që
nuk më bën sens, po në fund të ditës kështu ndodh. Unë nuk dhe rjeti profesionistëve të ri nuk është të përzgjidhur atë problem, po këtë tjetrën. Më pas pjesa e çmimeve është një problem për të gjithë. Pasi ka pasur për shkak të filloi nga Covidi, më pas lufta, ka pasur një rritje shumë të lartë të çmimeve dhe kjo nuk vlen faktikisht Kjo nuk vlen faktikisht vetëm për Ballkanin Perëndimor, kjo vlen për gjithë Europën. Pra unë kur gjej njerëz nga Gjermania dhe nga Londra duke u anku, jam o zot na lini rradh tankohemi se jemi nga Shqipëria, jemi nga Ballkani, a ka mundësi? Po dhe kuptohet që edhe kjo rritja e çmimeve ka pasur atë efektin e vet negativ. Nga ana tjetër, një problem tjetër është kur flasim për të dhënat në rajon, që çfarë deklarohet për pjesën e pagave minimale dhe pagave mesatare, jo detyrimisht është në linjë me atë gjë që ti gjen në terren, dhe këtu shtuar më pas edhe komponentin ton kulturor që jemi mësuar të jetojmë me familjet tona, apo pra nuk jemi mësuar që të ndajmë shtëpi me njerëz etj. Pra jo me familjarët tonë. Për shembull në Angli unë ngjoja për njerëz nga 40 vjeç vazhdonin ndanin qeran me dikën. Ndërkohë për Shqipërinë, po besoj për gjithë Ballkanin kjo është totalisht e paimagjinueshme. Pra edhe ky komponenti kulturor përpos atit ekonomik, besoj që ka qenë diçka për të marrë në konsiderat, po dhe që ka impaktuar programin në përgjithësi. Po nuk është se do veçoja nga një shtet në një shtet tjetër, çdo shtet ka ato dinamikat e veta, po përgjithsisht është e njëjta situatë kur flasim për klimën e biznesit apo qasjen që të rinjt kanë kundrejt mundësive dhe tregut të punës. Përpos këtyre situatave politike që kanë diferencuar apo që kanë pasur një ndryshim, le të themi, krahasimisht nga një vend në vendin tjetër. E qartë. Një pyetje të cilën unë e bëj zakonisht, Francesc, duke qenë se është pak edhe defekt profesional, në të gjitha intervistat e mia është aspekti gjinor. Keni vajza në program, kanë aplikuar vajzat, kanë më tepër interesim, keni më shumë vajza se sa djem, më shumë djem se sa vajza, si qëndron situata? Ne faktikisht kemi shumë vajza. Dhe sa herë që ne hapim aplikime tek rrjeti profesionistëve të rinj, ndoshta 70% e aplikimeve janë vajza. Tani unë vetë jam feministe dhe kuptohet që ndihem shumë e lumtur kur shikoj vajza që kanë dëshirë të punojnë, të angazhohen etj. Po unë mendoj që në afatgjat kjo është problematika. Pasi sipas të dhënave të Instatit në Shqipëri, neve kemi një numër më të lartë të vajzave që ndjekin edukimin e lartë apo shkollimin krahasimisht me djemt. Dhe në afatgjatësi kjo, me opinioni im mund të sjellë në një gap midis vajzave të cilat janë më të edukuara, më me kërkesa, më me zhvillim etj. Krahasimisht me djemt të cilat ndjekin modele të tjera. Dhe këtë gjë unë ja atriboj një modeleve që shoqëria jon promovon, 2 roleve dhe stereotipeve gjinore. Dhe madje kujtoj këtu kur sapo kishim themeluar organizatën dhe kishim një projekt me një organizatë austriake dhe po diskutua pikërisht ky komponenti gjinor dhe ata e pan si arritje që neve kishim diku te 80% vajza dhe 20% djem. Ndërkohë në opinionin tim ne duhet të fillojmë tani të bëjmë shumë përpjekje për të pasur më shumë djem në këto veprimtaritë tona, për të siguruar një pjesëmarrje të barabartë midis vajzave dhe djemve. Në Wise e kemi arritur, po me shumë luftë dhe përpjekje, po përgjithsisht dominojnë vajzat, që ka më shumë dëshirën për të studiuar dhe për të angazhuar më tepër, për të rritur personalisht dhe profesionalisht. Dhe unë jam shumë e shqetësuar për këtë trend dhe në çfarë mund të sjellë në të ardhmen, edhe kur flasim për ekstremizmin e dhunshëm apo dhe për tema të tjera. Ndaj mendoj që duhet fillojmë
paktën flas këtu për organizatat, duhet fillojmë ta adresojmë ndryshe temën e barazisë gjinore, po dhe përpjekjet që vendosim për barazi gjinore. Mbi të gjitha kur flasim për rininë, se në target grupe të ndryshme apo në segmente të ndryshme, barazia gjinore ka dinamika dhe probleme të ndryshme. Po, kur flasim për rinin, unë mendoj që kjo duhet jetë qasja. E qartë, nga ana tjetër, përveç aspektit të gjinis, më intereson edhe aspekti i profesioneve. Shumë të rinj sot drejtohen nga shkenca teknologjike, në programin tuaj, të cilit mendoj, çfarë profesioni kanë zakonisht, ose çfarë studimesh kanë kryer zakonisht këta persona cilët janë paraqitur te ju? Personat që kanë qenë më tepër aktiv, ose që kanë pjesëma, mos gaboj, se nuk e mbaj mend numrin sakt, neve patëm 75-76 aplikime nga i gjithë rajoni. Që është një numër shumë i lartë, krahasuar faktin që thirrja ishte e hapur vetëm për 2 javë, dhe ndërkohë kishim dhe një aplikim konkurrues. Kjo qëllimisht pasi kjo është edhe një lloj forme se si ne sigurohemi që ata individ që me të vërtet kanë interes për këtë gjë, apo që kanë 2-3 aftësi, të mund do të aplikojnë. Pasi kjo nuk është një mundësi për ata individ që nuk kanë asnjë farë eksperiencë, apo që nuk din as të bëjnë një CV. Për ata individ neve kemi ofrojmë mundësi të tjera. Përgjithsisht ka pasur një dominim të individëve që punojnë në sektorin që kanë dëshirë të punojnë, në sektorin e shkencave politike, gazetari, social policies, por unë këtë gjë e lidh me outreachin që ne si organizat kemi dhe me outreachin që partnerët tanë kanë. Kemi pasur dhe individ të angazhuar në energjin, në hydropower, në energji, apo në inxhinjeri, apo në teknologji, apo dhe në mjedis, po këta individ në një numër më të vogël, do thoja. Krahasimisht me numrin e individëve që ishin nga shkencat politike. Duam apo nuk duam, ne kur flasim për bashkëpunimin rajonal, apo kur flasim për iniciativa si procesi Berlinit, apo zyra e bashkëpunimit rajonal RAICO, apo Regional Corporation Council, unë mendoj që këto si entitete vazhdojnë akoma të jenë më të kanë vizibilitet më të lartë në ata njerëz të cilët kanë një background me shkenca politike, me gazetari, pra me pjesën e shkencave të komunikimit apo të mendimit në tërësi. Pasi dhe këta kanë qenë më tepër të ekspozuar ndaj këtyre temave krahasimisht me dikë tjetër i cili ka një punë me mjedisin apo me teknologjinë që është më i kornizuar, po i kornizuar jo domosdoshmërisht, po nuk është i angazhuar me forume rajonale e të tilla. Pra, po nga ana tjetër mendoj që këta individët që janë marrë me shkenca politike apo që kanë qenë më tepër aktiv në trajnime rajonale deri më tani, kanë ndoshta edhe pak predispozitën më të madhe për të guxuar, për të shkuar, për të jetuar në një vend të rajonit për 3 muaj. Këtu nuk dua të përgjigjsoj apo të paragjykoj në vlera absolute. Dhe ky është, siç e thash, thjesht një observimi imi pasi gjithë njerëzit që unë takoj nëpër këto evente, apo edhe kur kemi aplikime për nga rajoni, pjesa më e madhe janë shkenca politike apo diçka e lidhur me shkencën dhe politikën. Dhe ndaj mendoj që vjen edhe kjo numër më i lartë i aplikantëve që kanë këtë background. Megjithatë, për vitin tjetër neve planifikojmë që të bëjmë një tur në çdo shtet të Ballkanit Perëndimor, duke targetuar dhe universitete, pasi kemi dëshirë që të angazhojmë edhe disa sektor, të cilët nuk janë dhe aq
nuk janë dhe aq të njohur apo të angazhuar në bashkëpunim rajonal, apo në këtë fluckën e bashkëpunimit rajonal, si e quaj unë ndonjëherë me shaka. Dhe këtu padyshim teknologjia do ketë shumë më tepër angazhim, po edhe njerëz të cilët janë të angazhuar në degët të ndryshme të ekonomisë. Pasi ka biznese që me të vërtet do kishin dëshirë që të mirëprisnin të rinj nga rajoni, pasi e shikojnë edhe si një formë dhe një mundësi të tyre për ta rritur tregun e tyre në rajon. Pra nga pikat që kanë në Shqipëri, po marr shembull, e shikojnë si një mundësi që të kalojnë edhe në tregun e Kosovës apo të Maqedonisë apo të një shteti tjetër. Dhe faktikisht është një mundësi e mirë, pasi nëse ti ke dëshirë dhe me gjithë zhvillimet e Bashkimit Evropian apo dhe perspektiven evropiane që i gjithë rajoni ka, të mendosh për te kufirit tënd është jo vetëm domosdoshmëri, po edhe vizion për rrjetet që ti zhvillon, por edhe për maksimizimin e mundësive të punësimit, të ekonomisë, të zhvillimit që mund të krijosh. E qartë. Ke një mesazh, Francesc, për fund, sepse po përfundojmë, jemi rreth fundit në fakt të intervistës së sotme. Ke një mesazh për të rinj, diçka që do t'ju thuash? Unë e di që ne shumë shpesh kemi komunikim edhe direkt me to dhe tentojmë në një mënyrë ose në një tjetër t'i udhëzojmë dhe t'i përkrahim, po ndoshta kjo është një thirrje publike nga ana jote. Po. Së pari, shumë faleminderit për ftesën dhe që më lat këtë hapësirë për të ndarë më shumë për Wise-in, por dhe mbi disa mendime të mia mbi zhvillimin e tregut punës së tjerë. Një mesazh për të rinjt. Më kape pak pa përgatitur se s'kam pirë as kafe në mëngjesit. Herët është herët, e di, ma merr mendja. Jo, ka fillu dita me i super vrull. Po unë besoj shumë tek përpjekja, konsistenca dhe tek puna, se mendoj që dhe ato më kanë ngritur mua në jetë, ardhur nga një familje me normale shqiptare. Ndaj të dashur, mos i kurseni përpjekjet në këtë fazë të jetës që jeni, se pikërisht rinia është pikërisht që mosha është faza ku duhet bërë më shumë përpjekje dhe duhet marrë maksimumit çdo mundësie të mundshme që ju shikoni. Çfarë do lloj gjëje që fluturon, kapeni, shikojeni. Në një moment tjetër do t'i selektoni. Po tani duhet t'i shikoni dhe duhet t'i provoni të gjitha. Konsistenca është mirë me qenë konsistent në përpjekjet tona, pra jo vetëm një herë në muaj të përpiqemi apo ta bëjmë një përpjekje, po konsistencë dhe besim dhe vjen një moment që gjithë këto përpjekje shpërblehen. E qartë. Edhe shumë bukur e thënë, Francesc. Faleminderit shumë për kohën, faleminderit që ke ndarë këtë mëngjes bashkë me mua sot. Ju uroj shumë suksese me programin Wise dhe jo vetëm, me gjithë punën që ju bëni si rrjeti profesionistëve të ri dhe të uroj një ditë të mbarë normalisht. Faleminderit, gjithashtu dhe për ju. Mirupafshim. Faleminderit shumë, mirupafshim.